Po, Tetov Prizren, dhe kjo është një prej projekteve që normalisht është shumë e rëndësishëm edhe nga aspekti turizmit, edhe nga aspekti ekonomik, po edhe nga lidhja që kemi me Kosovën. Është prej projekteve me cilën tet-a-tet kemi bërë shumë takime edhe me përfaqësuesit deri më në kryeministri, po edhe vetë ministri Nikolovski e ka vizituar rajonin e tyre ose pjesën ku ata po realizojnë punimet. Ata janë më para me hapa. Ne në fillimin e mandatit tim kemi hasur në një memorandum për bashkëpunim mes dy qeverive, asaj të Kosovës dhe të Maqedonisë, por që nuk ishte lëvizur as një hap për brenda memorandumit. Që një vit ne arritëm ta kalojmë fazën e detyrës projektuese, e punuam si të tillë, e dorëzuam te pala kosovare për shkak të procesit të tyre zgjedhor që ende edhe po vazhdon. Kishim ngecjet të përgjigjes nga natyre sa e miratojnë dhe është diçka në rregull. Këtë e ka bërë Fakulteti i Ndërtimtarisë detyrën projektuese dhe tani po presim pasi që kemi miratim edhe nga pala kosovare, presim edhe nga Fakulteti i Ndërtimtarisë, edhe pse kemi miratimin në përgjithësi kanë disa pyetjat ose disa elemente të cilat duhet të shqyrtojnë edhe pak. Çka është e mira e kësaj është që 2 milion euro janë të ndara në buxhetin e rrugëve shtetërore për fillimin ose hapjen e tenderit për projektin kryesor.